Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الدرس الثاني في شرح الناقض الأول. Tema e dytë që përmend Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah lidhje me librin me komentin e librit të Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah Nawaqid al-Islam, anuluesit e Islamit, lidhje me an-Naqid al-Awwal, anuluesi i parë. Qala Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ka thënë autori i librit Sheikhul Islami Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, i'lam anna nawaqid al-Islam 10 nawaqid. Dije se anuluesit e Islamit janë 10 anulues. E para, al-awwal, ash-shirku billah, ash-shirku fi ibadati Allahi ta'ala, me bo shok Allahut në adhurim. Thot Allahu në Kur'an, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kuptimi i ajetit. Me të vërtetë Allahu nuk fal, la yaghfiru an yushraka bihi, që ti bëhet shok atij. Përveç shirkut, jashtë shirkut, nga veprat, çfarë do që të bëjë njeriu, e fal kënd të do ai. An-Nisa. Po ashtu thot Allahu në Kur'an, innahu man yushrik billah, ai cili bë shok Allahut, faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Allahu ja ka bë të ndaluar xhennetin dhe vendi i tij do të jetë zjarri. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. E nuk do të ketë ndihmetar për zullumçarët. Pastaj thot autori, wa minhu adh-dhabhu li ghayri Allah, dhe nga shirku është therja, kur dikush bën therje për dikë tjetër jo për Allahun. Kaman yadhbah lil jinn, ai që bën therje të kafshës, kurban për e xhinët, aw lil qabr apo për varr, wa ashharuha ash-shirku fi ibadati Allah, dhe më e njohur është pra shirku që i bëhet në ibadet Allahut. Thot komentuesi i këtij librit Al-Fauzan, Allahu e ruajt, fa innahu yajibu 'ala al-muslim an yakhafa 'ala dinihi. Muslimani duhet friksohet për fenë e tij, më shumë se sa për pasurinë e tij. Për çfarë? Yakhafu 'ala dini min al-fitan wa shubuhat, njeriu duhet friksohet nga fitnet dhe shubuhat dhe dyshimet. Siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, innaha satakunu fitan. Ka thënë i dërguari i Allahut, do të vinë para jush fitne. Ka qita'il layl al-mudhlim, sikur pjesa e errët e natës. Yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira. Njeriu zgjohet në mëngjes musliman, wa yumsi kafiran, edhe në mbrëmje është jo musliman. Ose në mbrëmje është musliman, mëngjes jo musliman. Këtu Allahu alem, këtu transmetuesi ka pas dyshim. A është thonë fjala prej mëngjesit, njeriu zgjohet mëngjes musliman, mbrëmje pa besimtar, apo ka thonë mbrëmje musliman, mëngjes jo musliman. Pra është dyshimi i transmetues. Aleikum selam. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. E shet fenë e tij me një grosh të dunjas. Ky është hadith që transmeton Imam Muslimi, hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu. Fal-muslim ma dama ala qayd al-hayat, njeriu, thot sheikhu, përderisa është në jetën e kësaj bote, pra ala qayd al-hayat, përderisa është gjallë dhe ende nuk i ka ardhur vdekja, ai është përballë fitneve, përballë sprovave. Wa mu'radun liridda an dinil Islam. Dhe njeriu nuk jap asnjëherë vetes së tij garanci që nuk do të del prej Islamit. Pra njeriu duhet me pas frikën Allahut dhe me ushqy besimin e tij, me qenë i fortë, me mësu. Dhe mësimin më të madh e përmend eri përsërit shehu fjalën lutjen e Ibrahimit alayhis salam, wajnubni wa baniya na'budu al-asnam. Pra o Zoti ynë, na ruaj, më ruaj mu dhe pasardhësit e mi nga rreziku që të bijmë në adhurim ndaj idhujve.
pra na ruaj nga kjo. Rabbi innahunna adlalna kathira min an-nas, Zoti ynë, innahunna, pra idhujt, adlalna, i kanë deviju shumicën e njerëzve, shumë prej njerëzve. Pra ky është Ibrahimi a.s. që me dorën e tij i thej idhujt, dhe ka frikë sepse ai din që njeriu është njeri dhe njeriu mund të bjen në sprova. Ju dini që njerëz kanë jetuar me pejgamberin a.s. pastaj kanë dalë prej islamit dhe kanë vdekur në kufër, dhe definicioni i sahabiu cili është ai i cili ka jetuar me pejgamberin sa dhe ai i cili ka vdekur në islam. Ka vdekur në islam. E kushtëzojnë që ka vdekur në islam, edhe pse tralljen ata, tralla mirë, po ka individ që kanë ndodhur që kanë pas dalje prej islamit. Dhe kjo e bën që ne të jemi të kujdesshëm, se pejgamberi sa më ka thënë ja Aisha, oj Aisha, kur e ka pyet se aq shumë po lutesh me këtë lutje, ka thënë pra cila lutje, ja muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemra, forcoj zemrën time në islam. Atëherë Aisha ja ka evitu këtë dyshim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë qulubul ibad bayna asbi'ain min asabir rahman. Zemrat e njerëzve janë mes dy gishtinëve të Allahut, yuqallibuha kayfa yasha. Ato rrotullohen si të don ai. Ne duhet ta mësojmë anulues të islamit, ne duhet ta mësojmë shirkun, ne duhet ta mësojmë bidatin, ne duhet ta mësojmë kurthat e shejtanit. Thot shehu, ne duhet ta mësojmë edhe nëse jetojmë pra siç është ata që jetojnë në një shtet që nga veçlia mësohet tauhidi. Pra në shkollë fillore mëson tauhidin, në shkollë të mesme mëson tauhidin, në shkollë fakultet mëson tauhid. Të mos flasim pastaj që niveli i ligjëratave dhe i hutbeve në vendet në Arabinë Saudite është nivel shumë i lartë, shumë i lartë. Do të thonë më i dobti ligjërues në Medinë mund të jetë më i miri ndoshta në Ballkan. Për çfarë? Sepse ata edhe kanë oraturin, por edhe janë brumosur me edukimin që në hutbe duhet të flitet për islam. Jo sigurisht kur flitet për aktualitet është për qëllim atë aktualitet me e shëru me argumente nga Kurani dhe Suneti, nuk për qëllim kur është aktualitet me dalë prej teme edhe me fol gjana të kota. Prandaj thot shehu, ata të cilët neve mund të na sulmojnë apo dyshimet se pse po flasim kaq shumë tauhid, pse po flasim kaq shumë akide. Ju e dini që një nga kokat e xhavarizhve ka thënë që akidja mësohet për 15 minuta. Akidja ka thënë mësohet për 15 minuta. Dhe Nuhu alayhis salam, dietarët ju kanë kundërpërgjigj fuqishëm në mesin e aty argumenteve që e shkapërderdhin këtë apo shkatrojnë këtë dyshim, që Nuhu alayhis salam për 10 shekuj, më pak se 50 vite, ka thirrë në tauhid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrë për 13 vite vetëm tauhid, çështjen e tauhidit. Dhe e shihni pra njerëz se si godasin me dyshime. Kjo është dyshim shumë i madh, me thonë për 15 minuta mësohet akidja. Me çfarë argumenton shehu, Allahu e ruaj, Sheikh Fauzani thot, e kemi shembull Hudhaifa ibn al-Yaman. Hudhaifa radhiyallahu anhu ka thënë, kana an-nasu yes'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Njerëzit e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çdo herë për khairin, wa kuntu as'aluhu anish sharr. Po çdo herë kam pyetur unë për sharrin, për fitnet. Makhafatan yudrikani, nga frika që të mos mësojnë ato dhe të mos më përmbysin dhe mos më fundosin. Do të thonë Hudhaifa ka mësuar pra se si për sharrin, për të keqen, për shirkun, për bidatin, për fitnet që të mos bien në to. النواقض الإسلام. نواقض الإسلام كثيرة. Anulues të islamit këtu janë të përmendur 10. Sigurisht se nuk janë vetëm 10 anulues të islamit. Madje do të përfitonim nga ky ders i sotëm vetëm këtë dobi që përmend Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Sheikh Fauzani thot: "Nawaqid al-Islam kathira wa awsalaha ba'dhum ila 400." Gjanat, veprat, fjalët, kemi thonë 3 lloje janë apo 4 që e nxjerrin njeriu mund të nxjerrin njeriu prej feje, janë bindja, gjuha
veprat, njëri me vepra dhe dyshimi. Këto janë bazat, por deri në 400 janë ato mundësitë që njeriu mund të dalë prej Islamit. Allah e na ruaj. Pra 400 nawaqid, anulues. Për shembull, ka sa mund të jetë një prej shumë gjanave që njeriu në nxjerr pej feje, nuk është të përmendur këtu. Mos gabofsha, këto 10 nuk është përmendur me mohu ditën e gjykimit apo Xhibrilin. Edhe këtë nxjerr pej feje. Ka shumë domethënë gjana që nuk janë nxjerrur prej, po këto janë zakonisht shkaqe shumica e njerëzve bin këto në waqid el-Islam. Për këtë i ka përmend Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab këto 10 anulime të Islamit. An-naqid al-awwal, anuluesi i parë është e-shirk. Wa huwa akhtaru an-nawaqid, është nga më të rrezikshmet për njerëzit, shirku. Wa ashadduha, dhe më e ashpra, si më thon, më rrezikshme është e-shirku fi ibadetillah. Shirku në adhurim. I pari, anuluesi i parë dhe i dyti kanë një ndërlidhje. Anuluesi i parë flet për shirkun e përgjithshëm, për anuluesin që pra në mënyrë të përgjithshme për shirkun në ibadet. Ndërsa anuluesi i dytë që do ta përmendim inshallah në vijim të dersit është ai që merr ndërmjetësues, pra është më i veçantë nga shirku prej shirkeve. Wal ibada, pra shirku që i bëhet në ibadet Allahut, në adhurim. Dhe çka është për qëllim ibadet këtu e sqaron tani shehu. I bëj disa definicione, një nga definicionet më të lehta që përmend çka është ibadet. Ibadet është për qëllim at-taqarrub ila Allah bima shara'ahu. Më afru te Allahu me atë që ka bëu Allahu të ligjshme. Kaç. Pra çka është ibadeti në Islam? Më të afruarit tek Allahu me atë që ka bëu Allahu të ligjshme. Kjo është ibadet, për kufizimi i ibadetit. Edhe pse e përmend Sheikhul Islamin me atë definicionin më të mirë të mundshëm dhe përmbledhës që e ka përmend Ibn Taymija rahimahullah, ka thënë al-ibadatu, ibadeti është ismun jami', është emër që ngërthen në vete, përmbledh, li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Çdo fjalë, vepër që e don Allahu. Gjithatë që Allahu e don dhe është i kënaqur. Min al-a'mal, nga veprat, nga fjalët, min al-a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batin. Të jashtme dhe të brendshme, të dukshme dhe të padukshme. Pra, çdo vepër apo fjalë me të cilën Allahu është i kënaqur, qoftë e jashtme, qoftë e brendshme. Pra, vepër e zemrës apo vepër e gjymtyrëve të trupit. Çdo vepër që e don Allahu subhanahu wa ta'ala, ajo është ibadet. Kelimatu tayyiba, me thonë një fjalë të mirë, është ibadet. Me folna një temë koti, ajo nuk është ibadet. Me folna për shëndetin, shembull, ajo nuk është ibadet. Pra me fol si me bën njeriu dietë, me hum, po jo me hum kohë, me kalu kohën në tema domthonjë që nuk kanë shumë, si me thon, ajo nuk është ibadet. Me pi ujë nuk është ibadet. Por nëse fillon me bismillah, merr me dorën e djathtë, kjo është ibadet. Prandaj, çdo vepër, çdo fjalë, të cilën Allahu është i kënaqur me të, qoftë ajo e brendshme apo jashtme, kjo është ibadet. Pastaj thot shehu, ibadeti i cili bëhet me zgjedhje, jo ibadet i detyrueshëm. Çka do të thotë kjo? Se në këtë kontekst të detyrimit apo të nënshtrimit absolut, të gjithë krijesat i nënshtrohen Allahut. Edhe njeriu, edhe toka, edhe qiejt, edhe dielli, edhe krejt janë abd, rob që i nënshtrohen Allahut. Allahu thot: in kullu man fi s-samawati wal ard, këtë çka ka në tokë dhe çka ka në qiej, illa ati r-Rahmani abda, përveç se të gjitha i vinë Allahut të nënshtruar rob të gjithë mëshirshmit. Hadhihi hiya al-ibadatu al-'amma, kjo është adhurim dhe nënshtrim i padiskutueshëm. Askush s'mund ta
s'mund ta kundërshtoj. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Allahut ju ka dorëzuar Islam, ju ka dorëzuar këtë çka ka në tokë dhe çka ka në qiell. Pra lëvizja e diellit, lëvizja e hënës, lëvizja e tokës, lëvizja e kodra, çdo sa pra që janë ecin në duke i nënshtruar Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, ibadeti të cilin e don Allahu është ai që kanë besimtarët u hiya taqarrub ilayhi bima shar'a, pra më nënshtru Allahut me zgjedhjen tonë, me vetdijen tonë, me atë që Allahu ka bërë të ligjshme. Dhe kur themi të ligjshme, pra këtu përjashtohen çdo ibadet apo çdo vepër e cila është e refuzuar dhe nuk është e bazuar në Kur'an dhe Sunne. Wa amma shirku fa huwa, shirku është sarfu shay'in min anwa'i al-ibadati li ghayri Allah. Çfarë do lloj ibadeti, nëse ti e orienton dika tjetër jo ka Allahu, ajo është shirk. Pra inal ibadatu anwa'. Adhurimet, ibadetet janë të lloj-llojshme, të cilat bazohen në Kur'an dhe Sunne. Nga cili do ibadet që ti ja drejton dikujt tjetër, jo Allahut, kjo është shirk i madh. Shirk i madh. Sikurse është dhabhu li ghayrillah, me po therin e kurbanit për dikujt tjetër, ose me i ran sejdë dikujt tjetër, ose thirrja dua ghayr Allah me lut të vdekurve, apo atyre që janë prezent. Të gjitha këto janë shirk i madh. Wal ibadatu la tasihhu illa bi shartain. Pastaj na përkujton me atë Sheikh Fauzani se ibadeti nuk pranohet përveç se me dy kushte. Pra dihen ato janë të njohura, el ikhlasu lillah. E para me qenë e pastër, ibadeti me qenë i pastër, i qiltër për Allahun. Pra mos mi bo shok, bi an takuna salimatun min ash-shirki, ibadeti me qenë i pastër, mos me bo para s'kën tjetër. Fe in kana fiha shirk, nëse ka shirk, nuk pranohet. Allahu thot, wa laqad uhiya ilayka, kuptimi i ajetit, ty të ka shpallur o Muhammed, wa ila alladhina, dhe atyre që ishin para teje, min qablike, profetet para teje. La in ashrakte, nëse ti i bën shok Zotit. La in ashrakte, nëse i bën Allahut shok, la yahbatanna amaluka, krejt veprat tua do të binë poshtë. La yahbatanna amaluka. Pra veprat do të binë poshtë. Wala takunanna min al-khasirin, dhe do të jeni nga të shkatruarit, humburit. E kemi përmend që Aisha radiallahu anha ka pas një të afërm që ka qenë bujar i madh, Abdullah ibn Jad'an, ka qenë i fisit Aishas radiallahu anha, dhe ka qenë aq bujar sa që e ka pas një, si me thon, od, mikpritje, që o dash me hyp me shkallë, me ul në atë vendin, po ka qenë shumë njëri që i ka pas lidhje farefisrore, dhe kjo pjesë të Arabt është ka qenë shumë e çmuar, lidhja farefisrore, por në Islami e ka miratu këta, vetëm e ka fuqizu, e ka ujtë dhe ka sharu mënyrën më të mirë. Kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Se Khadija radiallahu anha ku i ka thonë pejgamberit sam, ty s'kan me të luftu popullit, sepse innaka la tasilur rahim, ti nuk je që shkput lidhet farefisrore, ti ju ndihmon të varfërve. Dhe Aisha radiallahu anha ka thënë për Abdullah ibn Jad'an, i cili kanë yut'imul miskin, i ka ushqyt varfrit, u yasal rahim, ka mbajtur lidhjet farefisrore, dhe mikpritjen me musafirët e ka pas shumë të madhe. Ka therr kafsh, devet, çdo ditë ka therr ka një kafsh për mi dhon musafirëve, njerëzve të varfër. Madje thuhet që edhe shpezvi u ka dhon nga gjymërtllaku që e ka pas. Dhe Aisha radiallahu anha ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hel tanfa'uhu, ai bën atij dobi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tanfa'uhu, nuk do t'i bëjnë dobi, sepse ai nuk ka thënë Rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. O Zot, falë mu gabimet e mia në ditën e ringjalljes, ditën e gjykimit. Pra Abdullah ibn Jad'an ka pas defekte shumë të në besim, por kryesorën e ka pas defektin më të madhin, nuk ka pas tauhid. Pra fjalën la ilaha illallah e kanë kuptuar qartë mushrikët. Fjalën la ilaha illallah e kanë kuptuar qartë mushrikët. Çfarë e kanë kuptuar? E kanë ditë për mbajtjen
e fjalës la ilaha illallah. Kur ju ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thuani fjalën la ilaha illallah, çfarë kanë përgjigj? E ja'ala al-alihata ilahan wahida. Ne të marrim vetëm një për adhurim, Allahun, dhe të mos marrim këto për të adhuruar, inna hadha la shay'un ujab. Kjo është diçka e çuditshme. Pra, ata kanë pas qartë se vetëm Allahu është krijuesi. Vetëm Allahu e mban gjithësinë. Ata këtë e kanë pas qartë, sepse ata kanë thënë ne këta idhujt po i marrim me na afru tek Allahu. Pra, e kanë pas qartë çështjen mushrikët kuptimit të fjalës la ilaha illallah. Prandaj kushti i parë është që me qenë një vepër e pranuar me ikt i anuluesit madh, pra siç është shirku i madh. Walau ashraku, nëse i bëjnë shok Allahut, la habita anhum ma kanu ya'malun. Krejt do t'i bëjnë veprat do t'i jenë pluhur. La habita, pra do të prishen ma kanu ya'malun, që kanë bërë në këtë dunja. E dyta, e shartu thani, e kushti i dytë është për më qenë vepra e pranuar është an takuna muwafiqatun lis-sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, me qenë përputhshmëri, pajtueshmëri, me pas bazë nga suneti e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë men amila amalan. Kanë ardhur dy transmetime. Një transmetim kush shpik diçka në fen tonë është refuzuar. Një transmetim tjetër ka thënë është thënë hadith men amila amalan, kush bën një vepër që nuk është vepër në përputhshmëri me sunetin tonë, me rrugën tonë, fa huwa raddun, ajo është e refuzuar. Ajo është e refuzuar. Prandaj, hunaka men yufassir ash-shirk bi annahu ibadatu al-asnam. Ka prej njerëzve të cilët shirkun e komentojnë vetëm me adhuru idhuj. Wa amma ibadatu al-awliya was-salihin wal-adriha falaysa bi-shirk indahu. Pra, të adhurimi varrezave dhe njerëzve të mirë, kjo nuk është shirk tek ata. Pastaj shejhu e përmend, thot, wa dhabituhu anna man sarafa shay'an min anwa' al-ibada li ghayri Allah fa huwa mushrik. Ai i cili e devijon në ibadet adhurimin e drejton dika tjetër përveç Allahut, kjo është shirk. Wa shirku naw'an, shirku është dy lloje. An-naw' al-awwal, pra lloji i parë është shirki i madh, shirkun akbar. Wa an-naw' al-thani, lloji i dytë është shirkun asghar. Ash-shirku al-akbar, shirki i madh është ajo që u sqaruan definicion, huwa sarfu shay'in min anwa' al-ibada li ghayri Allah. Pra në ibadet me pas ndonjë njoll të devijimit, pra me deviju për dikë tjetër, qoftë thirrje kurbanit, qoftë adhurim, lutje që i drejtohet diku tjetër e jo Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky është shirku i madh. Dhe pasojat e shirkut të madh, thot shejku, janë 5. E para, ennehu yaj'al sahibahu kafiran mushrikan. Shirku i madh njeriu e bën kafir, mushrik. Dini këto 10 anulues të Islamit, Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab nuk ka gjykuar për gjithë secilin që ka rënë këto më njëherë që është pabesimtar. Nuk ka gjykuar. Pastaj gjykimi për një person që s'është musliman apo është i dalur prej feje, atëherë kthehet te meselja tjetër, a është ngritur argumenti, a janë plotësuar kushtet e kështu me radhë. Kjo është pastaj një temë tjetër. E para, ennehu yaj'alu sahibahu kafiran mushrikan. Shirku i madh e bën njeriu kafir. E dyta, shirku i madh harrama Allahu alayhi al-janna. Allahu ja bën haram xhennetin wa ma'wahu an-nar, dhe vend për të është zjarri. E treta, an Allah harrama al-mushrik min al-maghfira. Është vije kuqe dhe ndalohet që Allahu ta fal mushrikun. Pra e ka qartësuar në Kur'an. Mund të falet ai i cili ka bë zina, ai i cili ka bë vrasje, ai i cili ka bë këtë mëkate të mëdha. Ai në ditën e gjykimit, pra përveç hakut të robit, pastaj mesditën mes Allahut, ai mund të falet. Pra nëse është marrë me kamat. Dhe këtu ka një rregull shtesë që duhet ta kuptoni, të rëndësishëm te ehli suneti. Nëse nuk është penduar,
këta e kanë një prej gabimeve që e bëjnë hoxhallarët, e bëjnë kur ta shpjegojnë këta që nuk e sqarojnë. Pra femra e zhveshur, e cila e ka një rrugë të devijuar të moralit të saj, ne nuk guxojmë themi që nuk e fal Allahu ato në ditën e gjykimit. Absolutisht kjo është gabim shumë fatal, është devijimi i Islamit. Realisht, si të thot njeriu që Allahu nuk i fal femrat që janë të mbuluara, më gjuna është ka bëu ky se sa femra që s'është e mbuluar. Kjo është shumë rëndësishme me kuptu Islamin. Pra nëse një hoxh thot Allahu nuk i fal femrat të cilat nuk mbulohen, kjo ka bën gjuna më të madhe se sa vetë femrat të cilat nuk janë duke u mbuluar. Pra, nëse e pranojnë mbulesën si, po për shkak të dëshirave të dunjas nuk e vendos. Kjo është çështje tjetër. Për çfarë? Sepse është akide e Ehlusunnetit se mëkatet të mëdha, edhe nëse nuk pendohet njeriu në këtë dunja, është mes ti dhe Allahut ditën e gjykimit. Pra është rregull. Është në të gjitha librat e Ehlusunnetit, kur lexohet akide e Ehlusunne, qartësohet edhe kjo mesele. Se ata që bëjnë mëkate të mëdha, mbesin në dëshirën e Allahut, mund t'i falë Allahu. Mund t'i falë Allahu në ditën e gjykimit, edhe këta të cilët nuk janë penduar. Pastaj është diçka krejtësisht e qartë që ata të cilët pendohen, ajo ka pranuar Allahu pendimin apo jo, kjo është çështje mes Allahut dhe robërve të tij, por ligjërisht ai që pendohet edhe prej shirkut është i shpëtuar në ditën e gjykimit. Ai që pendohet edhe prej kufrit. Po çështja është ai i cili vdes si musliman dhe nuk është penduar. Është mes tij dhe mes Allahut në ditën e gjykimit. Prandaj është shumë interesante, domethënë me njerëz që devijojnë. Kalojnë në ekstreme bëhen ekstrem kur kërkohet me qenë i matur, pastaj kur kërkohet me qenë tamam rigoroz, bëhen labil, pra të lakushëm. E treta është pra ai që i bë shirku i madh, pasojat e shirkut të madh. Anna Allah harrama al-mushrik min al-maghfira, nuk e fal Allahu mushrikin, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe jashtë kësaj këtë do Allahu e fal nga robërit e tij. Pra e përmend sheku këtu az-zina was-sariqa wa sharb al-khamr, alkoolin, zinan, vjedhjen, wa ghayra dhalika min al-muharramat. Të gjitha këto janë prej mëkateve të mëdha, allati la tasil ila hadd ash-shirk, që nuk arrin pikën e shirkut. Fa hiya tahta al-mashi'a. Pra këto që e shpjegojmë, këto janë në dëshirën e Allahut. Hyn in sha'a ghafara li ashabiha, nëse don Allahu e fal robën e tij. Dhe kjo larg asaj, mos e marrin njerëzit si lehtësim dhe inkurajim me ranë mëkate. Absolutisht. Kjo nuk duhet jetë, po këto janë rregulla që duhet shpjegohen, sepse sqarimet dhe shpjegimet tona duhet ecin ato që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam mes frikës dhe shpresës. Mes frikës dhe shpresës. Siç ka thonë Ibn Qayyimi, ka thonë frika dhe shpresa janë sikur dy krahte e zogut. Koka është dashuri që duhet me pas. Njeriu duhet me dashur Allahun, të dërguarin e tij, kjo është thelbësore. Ai që se don Allahun, sikur koka e zogut si vjen krah nëse s'ka kokë. Pra kështu është, nuk i vjen frika dhe shpresa njeriu që nuk e don Islamin, nuk e don Allahun. Pra njerëzit nuk duhet mi shti me zërt me dasht dhe e shoh një servilizëm edhe një keqkuptim shumë të madh kur një njeri pavarësisht se mund të jetë shumë i fortë në laminë e letërsisë apo nëse vdes ai dhe lën testament që mos me vorros atë, apo asnjëherë në jetën e tij nuk ka dëshmuar që është musliman, nëse ai është krejtësisht korrekt me Islamin dhe historinë e muslimanëve, ne e bëjmë dallimin mes tij dhe mes një islamofobi, por ne nuk themi Allahu mëshiroft një njeri që ka vdekur këtë gjendje. Kjo tregon domosdoshmë që s'kupton fe. E pash domethënë që kishin thonë disa duke paraqit veten që janë njerëz moderuar e njerëz pikrisht ti po thu Allahu mëshiroft atë që kur s'ka thon fjalën Allah dhe s'ka dash me thon fjalën Allah. Pastaj e kundërshton Islamin. E pastaj e shfaq Islamin sikur me zort. Ne nuk na duan, Allahu në Kur'an na ka qartësuar.
Ne nuk na duan njerëz me zort. Nuk na vijnë ata njerëz. Për këta është gjizja. Ata që se pranojnë Islamin kur muslimanët kanë fuqi. Pra, kur janë më të fuqishmit musliman me ushtri, krejt nuk e detyrojnë njeriu me thonë ti thuaj me zort jam musliman edhe thuaj me zort do të falesh, jo. Gjizjen. S'ton me pranu Islamin ti e ke gjizjen. Bëhet fjalë nëse është ushtria krejtësisht islame. Pra nuk i thojnë atij ti ose këto ose këto. Këta mundohen njeriu me bë musliman me zort. Kjo është gabim dhe kjo është devijim në akide, kjo është devijim besim. Kështu s'ka vepruar pejgamberi alayhis salatu wasallam, s'kan vepruar sahabët. Absolutisht jo. Dhe kjo më shumë është një lloj xehli apo ignorance që mundohen me paraqitë se na jemi korrekt. Absolutisht kjo është devijim. Pra, ai që i bën shok Allahut nuk e fal Allahu. E katërta e shirku yahbit jami' al-amal. Shirki i azhëson gjitha veprat. Shirku i azhëson gjitha veprat. Siç e përmendet ajet, siç e përmendëm ajetet më herët, mos i përsërisim. E pesta an ash-shirku yubih dam al-mushrik wa malu wa yujib jihada. Aq mushrik i cili është shirki bën Allahut, kjo lejon pra që me luftu atë edhe me gjakun dhe pasurinë e tij. Wa yujib jihadu, sepse pejgamberi sa më ka thënë umirtu an uqatila an-nas, jam urdhëruar që të luftoj njerëzit derisa thon fjalën la ilaha illallah fa idha qaluha, kur e thon pra dhe qëllimi është pra me përhap Islamin, sepse rregullat vlen që nëse dhe kështu ka ndodhur kur e kanë shiru Islamin, kur e kanë përhap Islamin dhe kanë shiru tokën e Persëve, tokën e Romakëve, Khalid ibn Velidi apo pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka tregu Aliut radiallahu në Khaybar që e para është mi thirr në Islam. E para është mi thirr në Islam. Dhe ka qartësuar që nëse ti bësh sebeb me udhëzun një njeri, është më mirë se sa deveja kuqe. Çmimi i madh me pranu një njeri Islamin. Nuk ka qenë qëllimi xhihadi që me i friksu njerëzit dhe me bo gjakderi, qëllimi ka qenë me përhap Islami dhe me i përvetësu zemrat e njerëzve. Ka shumë urtësi dhe me thonë të liçmërisë së xhihadit, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Aliut radiallahu anhu, nëse ti bësh sebeb me u udhëzu një njeri, dhe këtu dietarë thonë një njeri edhe ai miskini më i thjesht nëse është. Jo me shiku ti është i pasur, s'është i pasur, ka famë, s'ka famë. Kjo është metodologji e ikhwanëve, e njerëzve që politika e udhëheq ndaj vetin e tyre, jo rruga e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra i tër zelli është, i tër aktiviteti është me pranu Islamin njëri nëse ka famë, nëse ka autoritet. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thënë kështu Aliut radiallahu anhu, ka thënë nëse një njeri, sa do që të jetë ai njeri i thjesht, modest, i pa famë apo i pa autoritet, apo nëse nuk e njeh askush, ti e ke shpërblimin. Ti e ke shpërblimin e tij. Prandaj këto janë 5 të këqija që i sjell shirku. Pra e para e bën njeriu kafir, e dyta e bën haram xhenetin për të dhe vend për të zjarri, e treta nuk e fal Allahu, e katërta azhëson gjitha veprat dhe e pesta futet mesin atyre që është i lejuar gjaku i tij. Pra kuptohet sipas rregullave të Islamit, jo çdo njeri me sulmu, Allah na ruaj, kjo është ndaluar. An-naw ath-thani, lloji i dytë është shirku i vogël. Ash-shirku al-asghar. Të mos harrojmë një rregull. Shirku i vogël është më i madh se sa gjunahet e mëdha. Më i rënd. Shirku i vogël është më i rrezikshëm se sa gjunahet e mëdha. Dhe çka është shirku i vogël? Pra, pse po e them këtë? Që shprehja shirku i vogël mos me u keq kuptu. Pse themi shirku i vogël? Shirku i vogël, por më i madh se sa gjunahet e mëdha. Pra gjunahet e mëdha janë nën shirkun e vogël.
الشرك الأصغر هو ما ورد في الكتاب والسنة. është shirk që ka ardhur pra I vogli nga Kurani dhe Suneti. النوع الأول lloji I parë është shirkun fil alfadh, shirku në shprehje. Dhe lloji I dytë është shirku I fshehtë në zemra. Pra shirku I vogël është dy lloje. Shirku në shprehje dhe e dyta shirku I fshehtë në zemra. Shirku fil alfadh, shirku në shprehje që ndodh kel halaf bi ghayrillah, me u betu dikon tjetër po jo në Allahun. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, men halafa bi ghayrillah faqad kafar aw ashrak, kush betohet dikon tjetër përveç në Allahun, ai ka bë shok Allahut, I ka bë shirk. Për shembull, me u betu në fëmijë, me u betu në pashatokën, pashabukën, pasha qejt, e kështu me radhë. Ka dhe asi që thojnë pashaket kafe, dhe me thonë ka dhe kësi shpreje që në një aspekt janë edhe çesharake. Pasha këta ujë. Nuk e di, gjithë kush e ka të territor, po të na, nduka gjinë përdoret kjo shumë, kjo shpreje. Po pasha eshtat e nënës, apo babës edhe në kësi lloj betime ka. Por, kur thonë pashaket kafe, është e çuditshme. Pa ka qëllimin me respektua ushimin apo pina, ku ta dion, po si do që tjetë, kjo është shirk I vogël. Shirk I vogël. Këtu kemi, po ashtu për llojeve të shirkut të vogël në shprehje, laula Allahu wa ant, po të mos ishte Allahu dhe ti. Dhe kjo është shumë e shpeshtë. Kjo zakonisht përdoret tek shërimi I smundjeve. Allah është ai I cili shëron, jo mjeku. Mos me pa qenë filon mjeki, sot unë isha kështu. Mos me pa qenë filon mjeki, sot ishta kështu. Kjo është shirk edhe është padrejtësi. Sepse edhe mjeket nga natyrshmëria që e kanë, edhe nëse nuk janë fetar, ata nga përvoja që e kanë bo mjeket, e kanë qartë se mjekësia nuk është thelbi, nuk është baza vjen nga Allahu, pra suksesi vjen nga Allahu, sepse ata I shohin gjanat para syve të tyre, ju vdesin njerëz në dur. Njëjta gjendje që ka pas tjetri shpëton. Pra kanë qartë para syve të tyre, dhe me thonë që ndorën e Allahu dhe çdo herë insistojnë mjek, pavarësisht sa mund të jenë fetar apo jo, ja u qartësojnë njerëzve që ndorë Zotit janë këto çështje. Edhe për këtë themi që është ateist mund të ketë njerëz të cilët lexojnë lloj libra të Marxit, të Leninit, të ku ta diunë kësi lloj filozofina të kota, por mjeki me qenë ateist është shumë më shëmtuar. Se mjeku e studion syrin, e studion mushkrit, e studion zemrën, e studion venat, e studion gjitha ato. Dhe në fund me thonë që Allahu nuk është krijuesi I kësaj, është diçka çuditshme. Sepse ai e sheh o fi anfusikum fala tubsirun, a nuk e shihni veten e juaj, thot Allahu, si ju ka krijuar. Dhe selefi kanë thonë, kuptimi I këtij ajeti është njeriu pin edhe han nga një ushqim edhe pije, edhe nga një kanal pastaj ndohet në dy kanale. Kjo është diçka që duhet mendoj njeriu. Të mos flasim sa tjera që I kanë trupin e njeriut, mirësi që I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në pjesët e trupit. Pra u fi anfusikum fala tubsirun, pra në veten e juaj nuk e shihni. Dhe ti thuash mjekut tani se tim shpëtove, Zoti dhe tim, fani. Zoti dhe ti. Pra edhe ata të cilët e din që Zoti ka, po duhet të shprehje me pas kujdes. Duhet të shprehje me pas kujdes. Selefi kanë thonë njeriu bën shirk edhe nëse thot qeni më pështoj prej hajnave që s'min hajnat, apo mos me qenë kamerat e sigurisë, une më kishin hy hajnat, e kështë më radhë. Pra duhet me pas kujdes, po duhet me thonë, laula Allahe, po të mos ishte Allahu, thonë me pastaj filani. Pra kur e përmendin djetarë që në bo sebeb, kur e përmendin
Kur e përmendin dietarët që thojnë është bo sebeb, pra është bo shkak filani. Allahu pastaj filani. Tani, pra shirkun fil alfadh, shirku në shprehje. Njeriu duhet me pas kujdes. Ti çka po nalet tu, nuk e di ku është arsyeja. النوع الثاني lloji i dytë është shirku khafiyun fil qulub, shirki i fshet në zemra. Wa huwa anwa', dhe është disa lloje, min abraziha ar-riya. Shirku i fshet është syfaqësia. Më shpesh është syfaqësia. Fa huwa yu'radu lima yara min al-a'mal wa huwa ala naw'ain. Syfaqësia pra është kur njeriu bën veprat për syfaqe. Dhe ky syfaqësia është dy lloje. Syfaqësia e munafikave dhe syfaqësia që mund t'i ndodhë muslimanit. Syfaqësia është dy lloje. Syfaqësia që e kanë munafikat edhe syfaqësia thot sheku që e kanë muslimanët. Riya al-munafiqin alladhina hum fi ad-dark al-asfali min an-nar. Sa i përket syfaqësisë së hipokritëve që janë në fund zjarrit, ata të cilët i bëjnë veprat e tyre për syt njerëzve, por në zemër kanë kufrin. E kanë kufrin. Hadha waliyadu billah riya kufr. Kjo syfaqësi, Allahu na ruaj, kjo është kyfër. Kufr. Lianna ashabahu la yu'minuna billah, sepse ata nuk besojnë Allahun. Wa inma yatadhaharuna bil a'mal as-salihah. Ata syfaqësi që i bojnë për njerëz kanë për qëllim arritjet e tyre në këtë dunja. Pra hipokritët gone pejgamberit alayhis salam kanë pas syfaqësi sepse muslimanët kanë qenë të fuqizuar. Ata kanë pas forcë. Pra kur kanë qenë dobët muslimanët, ata e kanë ngrejë me njëherë kokën e tyre. Pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, munafikat me njërin bashku kanë kanë shfaq atë nifakun e tyre. Kjo është, ndërsa syfaqësia, thot sheku, sa i përket muslimanit, bëhet fjalë që ai nuk del prej feje. Lama kharaja alejhim wa yatadhakarun ad-dajjal. Kanë qenë duke diskutuar sahabët dhe ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë përmend Dajjalin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala ukhbirukum bima hu akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal." Dajjal, a doni më ju tregu se çka është edhe më e frikshme për mua se sa ardha e Dajjalit? Qalu bala ya Rasulullah. Kan thonë gjithsesi i dërguar Allahut ka thënë: "Ar-riya", syfaqësia. Yakum ahaduhum, ngritet ndonjëri për jush, fe yusalli, falet, wa yuzakki salat, wa yuzain salatahu lima yara min nadhar ar-rajuli ilay, edhe zbukuron namazin e tij për shkak se shet dikush. فهذا قد يقع من المسلم المؤمن. Kjo mund të ndodhë një muslimani thot. فإذا وجد في نفسه شيء من هذا الرياء، kur e gjen njeriu që ka një këtë pengesë, atëherë duhet ta shëroj këtë smundje. Dhe kjo është lufta më e madhe që kanë njerëz të sinqert, njerëz të devotshëm. Që veprat me u mundu mi bëu sinqerta për Allahun. Dhe kanë thonë selefi: "Talabna al-ilma li ghayri Allah, fa aba Allahu illa an yakuna lillah." Fjalë shumë e fortë. Kanë thonë selefi: kemi fillu kërkimin e diturisë jo për Allah, por Allahu nuk ka pranuar ndryshe pos ajo që tjetë vërtet për Allah. Pra kur kanë fillu talabul ilm, kanë pas ndonjë interes, pra nuk e kanë pas qartë, kanë hy me kalimin e kohës janë shku duke kuptuar që dituria është amanet, edhe kanë fillu duke pas sinqeritet. Apo disa fjalë selefit kanë thonë që kemi luftu 40 vite, që pas 40 viteve, ato të mbeturat, vitet e mbetura, me adhuru Allahun drejt dhe pastër, pa syfaqësi. Sepse sa herë që e zhdukim një ngjyrë të syfaqësisë, na den një ngjyrë tjetër. Pra edhe kur njeriu në sheh, njeriu mund ta ketë librin në dorë, mund ta bëj për syfaqe, por rreziku mund të jetë që ndoshta e mshel edhe për syfaqe. Pra mund ta mshel edhe librin që duket që po e bën për mos më ranë sy tek tjerë, për me rujt sinqert. Domthon
kjo është luftë shumë e madhe, betejë që duhet me përmirësu dhe sepse krejt fitnet që ndodhin zakonisht në mes njerëzve zakonisht kthehet te sinqeriteti. Për këtë edhe në fitnën e fundit të Muhammed ibn Hadit, Sheikh Rabia, ajo që të unë personalisht më shumë t'i ka ndiku, ka qenë ajetin që ka përmend, oje që keni besu, keni frikën Allahut, bëhuni me të sinqertit. Pra lypen jeni sinqert. Ai që është i sinqert, ai që është i sinqert në fjalë dhe në vepra, mos e këshyni famën, autoritetin, kush është më i famshëm, kush është më autoritativ, kush ka emën më të madh, këshyre ai i cili është më i sinqert. Dhe një pika më të fuqishme që ka pas Sheikh Arafatin këtë fitnë është që ka qenë i gatshëm për çdo gabim me pranu gabim. Për këtë thot Sheikh Rabia, Arafat yataraja, Muhammed ibn Ali la yataraja. Thot Arafati pranon me u kthy, ndërsa ai nuk pranon me u kthy. Pra të një dietar kjo ka shumë rëndësi. Kjo është pikë shumë e ndishme. Të një alim ehli sunne, imam i sunetit, pra njeriu që e pranon gabimin dhe kthehet, apo është i gatshëm u pranu këshillën, ndërsa ai që është kokfor dhe vazhdon kokforci, kjo është shej e mos sinqeritetit që ka. Prandaj syefaqësia është pjesë që duhet me pas shumë kujdes. Dhe duhet me urujt nga kjo shumë. Dhe shohim që njerëz pe kanë si lloj smundje këtë famën, autoritetin, me qenë i përmendur, me qenë i famshëm, me qenë këto nuk të bojnë dobi, la yurdhi, la yufiduka ridha an-nas. Lavdatat e njerëzve nuk të bojnë dobi, që të jenë të kënaqur njerëzit me ty, as këto nuk të bojnë dobi, por duhet njeriu me pas synim që me qenë i sinqert, si në ibadet, si në dawa. Për shembull, kul hadhi sabili, fjala Allahu thuaju Muhammed, kjo është rruga ime që unë thras për të Allahu. Muhammed ibn Abdul Wahhab e përmend këtë ajet do të thotë që pikërisht tu është sinqeriteti. Se shumë njerëz thrasin për vetja e tyre. Pra daveti duhet me qenë për Allahun, për me mbrojt këtë din, me mbrojt këtë islam, me mbrojt sunetin e pejgamberit alayhis salam. Prandaj syefaqësia është smundje që duhet me shëru. Xhelozia, Allahu nuk ja ka pas kujt. S'ka njerëz të përkryer. Edhe dietarëve i ka dhënë Allahu diçka një dietarit tjetër nuk i ka dhënë. Edhe dietarët i vrejmë, domethënë. Të mund të vdesin njerëz për xhelozisë që kanë për Sheikh Al-Albani rahimullah, por nuk kanë mujt me arrit askush atë që ka arrit Sheikh Albani rahimullah. Domethënë, apo mirësinë që ja ka dhënë Allahu, autoritetin që ja ka dhënë Bin Bazit, nuk e kanë pas dietar tjerë. Apo shpjegimet dhe sqarimet të Sheikh Uthayminit rahimullah në akide, mënyrën e shpjegimit, apo të Muhammed Eman el-Xhamit, po në anën tjetër as mirësinë që ja ka dhënë Allahu që mu dallu me pasues e sunetit me Imam Rabin, edhe ato nuk ja ka dhënë të tjerë. Prandaj Allah jep diçka dikujt që nuk jep dikujt tjetër. Por të gjithë njerëzit duhet me pas qëllim pra përmirësimin, me qenë i pastër me Allahun. Wa hunaka furuqun kathiratun bayna ash-shirk al-akbar wa ash-shirk al-asghar. Ka dallimin mes shirkut të madh dhe shirkut të vogël. Cilat janë ato? An ash-shirku al-akbar yakhruj min al-millah. Shirku i madh njeriu në nxjerr prej feje, shirku i vogël nuk e nxjerr prej feje. Walakinahu kabiratun min kaba'ir adh-dhunub. Dhe kjo mbetet dhe konsiderohet mëkat për mëkatet të mëdha, po megjithatë është më i rrezikshëm se sa mëkatet e mëdha, se që njeriu në shirk. An ash-shirk al-akbar yahbit min jami' al-a'mal. Pra, shirku i madh azison veprat, shirku i vogël idha kana riya'an aw sum'a fa inhu yahbit al-amal. I azison veprat. Varësisht nëse në esencë është syefaqësia, ajo vepër është, por nëse në fillim domethënë është për Allahun, pastaj këtu e shpjegon Ibn al-Qayyim jep detaje më të mëdha. An ash-shirk al-akbar yahillu ad-dam. Pra, shirku i madh njeriu e bën që me pas të lejuar gjakun pasurinë, por bi khilaf ash-shirk al-asghar, kundërta e shirkut të vogël.
Ka pastaj I përmend shejkhë disa dyshime që I përmend lidhje me ata që I bojnë shok Allahut, por mendoj që për sot mjafton kjo. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na forcoj në të vërtetën dhe të na ruaj nga çdo lloj rrugë që mund të na çojë drejt këtyre llojeve të anulimit. Allah na ruaj, Allah na forcon vërtetën. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.